Wa uququl walidain, ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe kush rebelohet ndaj prindërve, Allah në dunja mirët me ta, jo në ahiret, këtu në dunja. Ja prish Allah jetën për këtu. Wa uququl walidain. A e dini të ndëruar xhamat, se Allahu subhanahu wa taala me një fjalë, me një folje e ka kërkue falëndërimin ndaj vetës, ndaj ti dhe ndaj prindërve. Ja. Wa anishkur li wa li walidayk. Wa anishkur li wa li walidayk. Allahu subhanahu wa taala me një folje ka thënë, falëndëro mua dhe prindrit, me një fjali ka shti. A kupton sa nga to? Andaj nuk duhet askush mi shku mendja mi shku mu rebelu ndaj prindërve, apo mos mi respektu ata, apo ato gra të cilat i nxisin burrat e vet mos mi respektu baballart e burrit vet. Le t'i ken tutën Allahu subhanahu wa taala se kanë me të hinë xhenem. Wallahi kanë me hinë xhenem, që për tekat e veta, për llastosit e veta, për budallakiat e veta, i nxisin burrat e vet, mu rebelu burrat kundër prindërve vet. T'ja do me shtin xhenem ata, ku do me shti ata? Le të kenë frikë Allahu subhanahu wa taala, çdo motër muslimane që tutët Allahu xhel xhelalu. Shtypat mlleftanin, shtypat budallëktanin, ulo aty rrisinjeri, mos e nxit burrin kundër babës edhe nënës vet. A e kupton se Zoti ka e kur t'ja bere Zoti dënimin burrit tan, ka me ta pru edhe ti se bashkë me një kulmin, apo? O uququl walidain. Kujdes, e nishkur li wali walidayk. Me një folje ka pranuar. E ka pru Allahu xhela, mu falënderom dhe prindërit e tu. S'ka në Kur'an që si forme të ligjërimit. Asnjë ajet nuk është kështu.